Të çështjes kombëtare, Abdi Kelmendi. Dita kur kishte ardhur në jetë Abdi Kelmendi ishte ditë dimri, jo vetëm në fshatin e tij të lindjes në ribar të vogël të Lipjanit, por edhe në tërë Kosovën. Dimrin e egër të atij viti e kishte bërë shumë të egër edhe regjimi i Karpatoit Serbeslav, duke ushtruar dhunë sistematike dhe intensive, vrasje, burgosje, ndjekje, arrestime, izolime të mira shqiptarëve që ende kishin mbetur maleve dhe po dergjeshin burgjeve, duke mos e pranuar regjimin anti-shqiptar. Edhe dita kur u ndan nga jeta Abdi Kelmendi ishte ditë dimri me acar, dita e 18 janarit e vitit 1996. Ishte dimri siberik që kishte filluar të shkrihej nga brenda, sepse ligjet e jetës përballen me acar, dhunë, tmerr, por edhe me shkrirje akulli pranverë e verë, gjithnjë sipas ligjeve universale të ekzistencës. Për t'i përkujtuar dhe nderuar të rënët për lirinë e dheut, ju ftoj për 1 minutë heshtje. Lavdi. Të respektuar pjesëmarrës, fillimisht ftojmë zotëriun Selatin Novosela që të marrë fjalën në hapje të pjesës tematike të kësaj akademie. Kur po shënojmë 65 vjetorin e lindjes dhe 20 vjetorin e kalimit në amshim të atetarit të shuar Abdi Kelmendi, duhet të theksojmë se mozaiku i demonstratëve të vitit 1968 ishte i paplot, pa theksuar kontributin e tij në këto ngjarje që ndanë historinë para dhe pas tyre. Ato filluan në Pej, vazhduan në Prizren dhe Theran, kulmuan në Gjilan, Perizaj, Podjevë dhe Prishtinë 27 nëntor, për të përfunduar dhe përmbyllur në 8 në dhjetor të atij viti, duke përfshirë kështu demonstratat tërë hapësirën e dhëmshme të dheut. Në këto demonstrata, siç dihet, kërkesat kryesore ishin përdorimi i lirë i simboleve kombëtare, hapja e Universitetit të Prishtinës, Republika e Kosovës dhe kërkesë mbi çdo kërkesë ishte drejta për vetëvendosje për listet jashtë Shqipërisë së shtetëzuar. Normalisht i guximshëm Abdi Kelmendi do të dallohet në këto demonstrata të zhvilluara në Ferizaj, duke u prirë tërë kohën bazë të tyre. Sot, kur po shënojmë 65 vjetorin e lindjes dhe 20 vjetorin e kalimit në amshim të idealistit të përjetshëm Abdi Kelmendi,
duhet të theksojmë se do të ishte paplot veprimtaria organizata e Lëvizja Nacionale Shqiptare e Kosovës dhe vizëve tjera shqiptare në Jugosllavi, pa kontributin e Abdikelmendit, organizat të cilën e kishte themeluar dhe udhëhequr ideologu dhe unifikuesi i lëvizjes shqiptare në Kosovë, heroi i Kosovës Metosh Lasniqi. Për kontributin e dhënë në këtë organizat, Abdikelmendi dhe shokët e tij bashkë edhe me Jusuf Kërvallën, pas zbulimit të saj, ai dënohet me 5 vite burg të rënë. Sot, kur po shënojmë 65 vjetorin e lindjes dhe 20 vjetorin e kalimit në amshim të veprimtarit të palëshëm Abdikelmendi, duhet të theksojmë se do të ishte paplot lëvizja kombëtare pajtimit të gjaqeve pa kontributin e dhënë të Abdikelmendit për krah profesorët të nqetës, Muhamet Pirrakut, Sami Pejes, Domlush Gjergjit, Mullaxhavet Kryeziut, Zymer Nezirit dhe shumë të tjerë. Abdikelmendi, duke theksuar mesazhin e këtij misioni kombëtar me moton, le të qaj vetëm një nën, e të mos qajnë edhe nënat e tjera, me 2 shkurt të vitit 1991 në një pajtim gjaqesh në fshatin Smallush thoshte: të mos e thyejm besën e dhënë, të mos i lëndojmë sytë e përlotur e të përmashëm të nënave, të motrave, të vëllezërve, të popullarëve tanë, të mos i helmojmë zemrat e tyre, por me këtë unitet të fituar, me guxim të marshojmë përpara për realizimin e aspiratave tona, sepse vetëm kështu përfundonte Abdiu mund të bëjmë ballë dhunës sërbe. Sot, kur po shënojmë 65 vjetorin e lindjes dhe 20 vjetorin e kalimit në amshim të pishtarit e tij Abdikelmendit, duhet të theksojmë se do të ishte paplot pasqyra e shkollës shqipe të asaj kohe pa kontribut në Abdikelmendit. Ishte nxënës i mësuesit Hilmira Kovica dhe ishte nxënësi i shkollës ardetarisë Metosh Lasniqit, Abdikelmendi të jep kontribut të veçantë në edukimin e brezave të ri, duke i ligjëruar edhe shumë çka tjetër jashtë programeve të ngushta të asaj kohe, e posaçërisht për Shqipërinë e me thekse veçantë për kulturën, letërsinë kombëtare. Sot, kur kujtojmë 65 vjetorin e lindjes dhe 20 vjetorin e kalimit në amshim të shpirt ndriturit, Abdikelmendi duhet të theksuar gjithsesi dhe të përkujtojmë qëndrimin e tij burroror në burgje të poshtuesit të shqiptarëve, të cilat me kohë ishin shndruar në fakultete, ku rinia jonë e mrekullueshme po kalitet për betejë të reja. Ato fakultete, ndër më të pazakontat në botë, kishin rektorin e tyre, ideologun dhe vizionarin e tyre, Adem Demaqin. Në ato burgje, edhe lexohej, shumë lexohej, edhe shkruheshin poezi, edhe pikturohej, edhe këndohej. Rëgjepmane që jemi të drejtë vlerësohet se andeu lëvizjes ilegale, duke shkuar për burgun, thotë: kur isha në qeli në vetmi të plot, s'kishte di që të mos këndoja. Kjo ishte rëndësisht e ndaluar, por a mund të ndalte kush zemër që këndonte? Jo, vazhdoi Rëgjepmane, këtë s'mund ta bëni, siç mos ta bëja edhe unë vetë. Po kujt i këndoja? I këndoja popullit tim, herojve të tij legjendar. U këndoja dëshmorëve të rënë për liri, i këndoja qendresës shekullore të popullit tim heroik. Në fund krejt, Abdikelmendi, të cilën shokët e tij e kishin nda dhimbjen dhe vujtjes bashkut në burgjet e pushtuesit tonë, në burgut e Prishtinës, të Gjilanit, të Mitrovicës, të Zajçarit dhe të Nishit, tregojnë se Abdiut i pëlqente sidomos këngët për Bet Sinanin, për Zhuj Silmanin, për Mehmedhen, o trime luftëtar, o bitë Skënderbejut, e sidomos kënga e kuptimshme Dal nga dal, po vjen behar. Lavdi i jetës dhe veprës Abdikelmendit, lavdi të gjithë dëshmorët. Mbresa dhe kujtime për Abdikelmendin në burgjet jugoslave do të na evokoj Magjistër Muhamet Rugova. Përshëndetje për të gjithë ju që keni ardhur për t'ia bërë respektin dhe nderimin në kujtim të përvjetorit të lindjes dhe të ndarjes nga jeta të veprimtarit të madh të çështjes kombëtare
Avdik Elmendi. Avdik Elmendi intelektual dhe patriot i devotshëm. Sot në 20 vjetorin e ndarjes nga jeta të bashkëveprimtarit dhe të bashkëvuajtës si tonë, intelektualit dhe patriotët të devotshëm, profesor Avdik Elmendi, jemi të buar për të kujtuar veprimtarin patriotike të tij, e që në mënyrë dinitoze ka hyrë në faqet e historisë për kontributin që ka dhënë për realizimin e aspiratave tona kombëtare. Avdiu, pas kryerjes së studimeve në degët e kimisë, ishte emëruar si profesor dhe ishte pranuar për të punuar si profesor në gjimnazin e Ljubljanës dhe pas disa vitesh ka lënë për të punuar në fabrikën e përpunimit të prodhimeve egzotike Minex në Verizaj si drejtor i prodhimit. Duke punuar në vendet e tilla të punës, jem të kuptohet se Avdik Elmendi gëzonte në jetë dhe në mirëqenie të lakmueshme për kohën. Por, pakush e dinte se çfarë zgjente në mendin dhe në shpirtin e tij, si dhe për brengat që e prekuponin atë. Asgjë prej të mirave që gëzonte nuk e kënaqte. Ato të mira që i posedonte ishin personale, por ai nuk mund të pajtohej me statusin e tij dhe statusin e popullit shqiptar që kishte mbetur nën robërinë e hegemonisë serbe. Nga i ardhen këto ide për të marrë me çështën kombëtare. Ato i mësova prej vetë Avdiut, dhe 2 vjet kam qëndruar brenda në një qili bashkë. Gjatë asaj kohe, jo vetëm që unë njoftëm, por arritën të depërtonin deri në skutat më të thella të mendjes dhe të shpirtit të njëri tjetër. Bisedonin për çdo gjë. Ai tregonte se edukimin e parë e morën në familje, në odën e burrave, ku shpesh bisedat orientoheshin në të kaluarën, pra në ngjarjet që kishin ndodhur që nga vitin 1877-78, kur qeveria jugoslave asaj kohe i kishte dëbuar shqiptarët me dhunë, terror, prej Sanxhakut të Nishit e të tjerë, njëra prej atyre familjeve që e përjetuan atë fat të kopshëm të përcjell me vrasje e masakra të papara, ishin edhe paraardhësit e familjes së Avdik Elmendi. Avdiu, si fëmijë, si i ri, duke dëgjuar vazhdimisht këto biseda, rritej dhe formohen si karakter, me një urrëtie të thellë kundër aktorëve të atyre masakrave njerëzore të zbatuara ndaj shqiptarëve prej pirmanëve dhe kriminalëve serb, që u kishin rrëmbyer pasuritë dhe pronat e shqiptarëve duke i shndruar në muhaxhir, dhe këta shqiptarë të dëbuar nga trojet e tyre që kishin krijuar shtëpi e katandi me pronat e shumta e me mirëqenie, nuk ishin pak. Ishin rreth 700 vendballënime të banuara me shqiptar në ato anë dhe 200.000 shqiptarë të dëbuar, të shpërngulur me dhunë nga trojet e tyre. Kështu Avdiu nuk mund të gjendronte krejt indiferent ndaj atyre bisedave që zhvilloheshin shpesh nëpër odat e tyre. Kjo urrëtie ndaj dhunuesve dhe shkaktarëve të atij gjenocidi serb që ishte zhvilluar ndaj shqiptarëve shtresohej në shpirtin e Avdiut dhe shndrohej në urrëtie dhe revolt kundër poshtuesve slav, për të gjitha fatkeqësitë që kishin ndodhur popullit shqiptar. Prandaj atë nuk e kënaqte mirëqenia personale, por kërkonte lirinë dhe mirëqenien kolektive për të gjithë popullin shqiptar. Avdiu kishte lexuar shumë. Ai përherë ishte në kërkim të rënieve të popullit shqiptar. Përveç literaturës së bollshme artistike që kishte lexuar edhe shumë libra me përmbajtje historike ku flitej për luftat e pandërprerë të popullit shqiptar për lirinë dhe pavarësinë. Po ashtu ishte dëgjues i rregullt i Radio Tiranës dhe i televizionit shqiptar. Sidomos fliste me pasion për emisionet në të cilat flitej për heroizmin e popullit tonë në shekuj. Për Avdiu, shpalosja e të kaluarës historike të popullit tonë që trajtohej në për konferenca dhe simpoziume nuk ishin thjesht ngjarje që duheshin vetëm sa për t'i kujtuar, por
për te ishte një thirrje, një kushtrim për veprim. Për veprim konkret, por ai si individ, Avdiu ishte i vetëdijshëm se nuk mund të arrinte asgjë. Prandaj ishte shumë i interesuar që të gjente bashkëmendimtar që do të ishin të gatshëm edhe të sakrifikonin për çështjen e madhe kombëtare. Kështu Avdiu filloi të fliste herë hapur herë në mënyrë konspirative me shokë të ndryshëm derisa ra në kontakt me shokë të ilegales si me Ramadan Planin, Isa Ademin e shumë të tjerë. Dhe filluan të punonin në mënyrë më të organizuar për realizimin e objektivave të tyre kombëtare. Avdiu ishte i vetëdijshëm se hyrja në këto organizata ilegale kërkonte sakrifica të mëdha, por ai ishte i gatshëm të merrte mbi vete edhe ato sakrifica që kërkoheshin nga prej tij. Ishte i vetëdijshëm se rruga drejt lirisë ishte e gjatë dhe me plot rreziqe, por për lirinë e popullit dhe të ardhmen e tij do të ishte justifikueshme çdo lloj sakrifice. Por, UDB-ja me shërbëtorët e tyre që vepronin në Kosovë, e që i shërbenin me pesnikri patronëve të tyre të Beogradit, ju bie në gjurmë dhe i arrestojnë. I gjykojnë dhe i dënojnë me dënime mjaft të rënda antarët e atij grupi ilegal, duke i dërguar përvojtjet e dënimeve në përburgjet me famshia jugoslave. Të burgoset politik shqiptar ushtroheshin torturat më njerëzore për të thyer moralisht, fizikisht dhe të shpirtërisht. Por të gjitha ato masa ndëshkimore që zbatoheshin mbi ta, jo vetëm që nuk e thyen, por e forcuan edhe më tepër moralisht dhe gjithnjë e më tepër ju forcua bindja si jemi në rrugë të drejtë, të bindur se edhe pas kryerjes së dënimit duhet të vazhdonin aktivitetin kombëtar në çfarëdo mënyre dhe si do ta kërkonte situata. Kjo u vërtetua edhe pasi që u larguam nga burgjet. Pjesa dërmuese ishte të burgosave politik, për asnjë moment nuk e ndërpren aktivitetin e tyre patriotik e kombëtar. Edhe Avdi Kelmendi vazhdoi aktivitetin e tij kombëtar, në fillim u inkuadruar në partinë fshatare, ku dha një kontribut të dukshëm në këtë rast, dhe në të njëjtën kohë dha një kontribut shumë të madh në aksionin e pajtimeve të gjashëve me Anton Qetin dhe shumë veprimtarë të tjerë të kohës, duke afruar dhe pajtuar shumë familje që ishin në Hasperi me një tjetër, duke ju thënë se ne shqiptarët nuk duhet të harxojmë plumba duke vrarë një tjetër, por ata plumba duhet i ruajmë dhe përdor për një qëllim më fisnik, duke luftuar kundër amikut tonë të përbashkët për të sjellë popullit tonë lirinë e shumëpritur dhe në këtë mënyrë për t'ia kthyer dinjitetin e popullit tonë. Kur Avdiu ishte në vllugun e aktivitetit kombëtar, e goditi smundja e rëndë dhe e ndau nga jeta kur më së tepërmi i nevojitë e vendit dhe familjes së tij. Vdekja e tij e parakoshme mbase mund të ketë pasur arsyet e veta, pak më të thella. Ajo smundje që u shfaq nuk do të ketë qenë si pasojë mund të ketë qenë si pasojë e torturave njerëzore që i kishte përjetuar në përburgjet jugoslave dhe që shkaktonin vdekjen e parakoshme të Avdi Kelmendit. Ati patriotit të devotshëm që nuk u përkul asnjëherë, shkurja e tij në kohën kur ishte në vllugun e aktiviteteve kombëtare, lani zbrasire të madhe jo vetëm për familjen e tij, por edhe për në rrethin e shokëve dhe veprimtarëve me të cilët ai kishte punuar dhe andruar për t'ia sjellur popullit lirinë e shumëpritur. I përjotshëm qoftë kujtimi për profesor Avdi Kelmendin. Ju falenderoj për Për rolin dhe kontributin e Avdi Kelmendit në periudhën e lëvizjes për pajtimin e gjaçeve, ftojmë para jush veprimtarin Mulla Xhevat Kryeziu. Nderuara familje Kelmendi, të nderuar të pranishëm, zonjë zotëri vëllezër motra. Kujtesa e popullit dhe burimet historike vërtetojnë se shqiptarët parakthesën të mëdha shoqërore dhe politike në interes të ekzistimit substancial e të anërisë kombëtare kanë falur gjaqe dhe hasmeri, kanë ndaluar dhe ndëshkuar në mënyrë të organizuar gjakmarrjen dhe vrasjen e shqiptarëve si alternativë përballë së keqes. Në rrethonat e gjendjes jashtëzakonshme të shtetëdhimit policor dhe ushtarak,
dhe veçanërisht në rrethanat e ndalimit të drejtës për protestim e të demonstratave për mbrojtje dhe institucionet e ateshme, si hap për pavarësinë e Kosovës fillimi i aksionit kombëtar për pajtimin e xhaçeve, hapi një rrugë alternative demokratike në interes të pebjeke vjetike për Republikën e Kosovës. Lëvizja për pajtimin e xhaçeve krijohet si alternativë në të cilën lëvizja synohej përballje kombëtar me represionin serboslav. Lëvizja për pajtimin e xhaçeve populli shqiptar gjendej para rreziqeve, por edhe para shpresës për kthesë të madhe historike, gjendej para detyrave epokale dhe shumë të rëndësishme kombëtare. Kosova përballej me presion masiv për jetën të përgojshën e elitës intelektuale, studentëve, represionin ndaj shtresave të gjatë të punëtorëve shqiptar, varrasje politike të dhënive shqiptar, presioni për shpërngulje të shqiptarëve sigurisht kërkonte një përgjegjësi, një përgjigje nga populli si preventiv ndaj këtyre veprimeve. Andaj, në vitet e 90-ta, elitat e burgosit politik dhe minatorët e nëntokës së Trepçës si kushtrim kërkonin imunitetin dhe bashkimin kombëtar. Pikërisht në shkurt të vitit 1990, lindi një institucion i veçantë dhe krejt unik me mision të qartë kombëtar, e ajo ishte lëvizja për pajtimin e xhaçeve dhe ngatresa. E përbën nga student, intelektual, prisvetar të burgosit politik, dhe në mesën e kësaj lëvizje ishte profesori, intelektuali dhe veprimtari i kauzës kombëtare shqiptare Avdi Kelmendi. Ishte Avdi Kelmendi dhe shokët e tij që në varimin të Eriut Xhevdet Breznica, të vrarë nga forca serbe, në fjalimin e tij para masës së tubuar, kërkoi pajtimin e dy familjeve që kishin ngatresë prej vitesh. Mesazhi ishte i fuqishëm dhe shumë i qartë, kërkoi pajtimin dhe uniteti i kombit. Pajtimi u bën dhe vetëm kështu mund të mbajë gjallë fryma e rezistencës së servisit kombëtare që i parapreu një organizim të një force të prezidentit të Kosovës, Kushtëria Qendrore e Kosovës. Avdi Kelmendi është shembull më i mirë se si kontributi intelektualit lidhet fuqishëm me veprimet atatare në momentet e vështira dhe shumë të rënda për një popull. Shpejt aksioni për pajtimin e xhaçeve u rrit dhe puna dhe u pranua nga populli i cili në mënyrë apo një tjetër përkate këtë mision dhe manifestonte gëzim dhe shpresë se populli shqiptar dinte falë dhe dinte bashkuar. Në kontekstin e këtyre ngjarjeve të mëdha dhe historike, shquhet gëzimshëm profesor Avdi Kelmendi, shquheshin aktivistët e Lipianit dhe të rrëfimeve së cilët fuqishëm përkanë në kështërinë e organizimit të lëvizjes për pajtimin e xhaçeve. Sigurisht se përballet sfidave në funksion të interesave kombëtare, kërkohet kontributit përfshirës, kontribut njerëzor, por gjithsesi edhe intelektual. Avdi Kelmendi ishte shembull më i mirë se si kontributi intelektualit lidhet fuqishëm me veprimet atatare në momente më të vështira dhe shumë të rënda për një popull, prandaj mbetet Avdiu ndër veprimtarët emblematik. Njerëzit si Avdi Kelmendi dhe shokët e tij e njihnin mirë shpirtin e popullit të vet dhe mbrojtjen e këtyre trojave që rrin kont nga smundja rënd dhe plaka e tmerrshme gjakmarrjes. Prandaj për ta shkruar këtë plak, Avdiu dha kontribut shumë të divizional, ani pse shumë herë përballej me rreziqe të interpretata nga forca serbe. Ishte Avdi Kelmendi me shokët që odë me odë, shtëpi me shtëpi, natë e ditë, pa u lodhur organizonte konvente për pajtim dhe bashkim kombëtar. Këtë dëshmon edhe rezultati që për një kohë jo të gjatë arriti që ndërthimin e Lipianit dhe të shtimës dhe të Ferizajt që të realizonte mbi 340 pajtime, përfshin xhaçe, plak dhe ngatresa. Në memorien e asaj kohe, Avdi Kelmendi dhe profesor Antoni e shumë shok të tjerë ishin ata që ndihmuan në realizimin dhe organizimin e konventit të pajtimit të xhaçeve në xhamin të pajtimit të Mbuaves me 26 prill 1990 në ditën e Bajramit. Avdi Kelmendi bashkë me Anton Gjetër dhe shumë shok të lëvizjes ishin skalitur si personalitete që i dhanë madhështi lëvizjes për pajtimin e xhaçeve dhe mbar popullit shqiptar. Atribute për intelektuali, për adatari, për pajtimtari, skalitëshin në personalitetin e tij duke bërë të dashur dhe të dallur në çdo mjedis ku ai vepronte duke ngritur kështu në pjedestal më të lartë. Avdi Kelmendi ishte edhe mbetet ndër personalitetet e shtura të kohës tonë. Puna dhe kontributi dhe angazhimi i tij kombëtar ishte ajo që e bëri të tillë që vepra e tij të kujtohet dhe të jetë urdhërfyes për gjeneratat e ardhshme. Familja Kelmendi dhe populli shqiptar duhet të jetë krenar që e kishin adatarin e përmasave kombëtare Avdi Kelmendi. Dhe në fund personalisht ndihem krenar që pata rastin të jem pranë tij, pranë Avdiut, në aktivitetin kombëtar për pajtimin e xhaçeve ku mësova shumë nga ai se si duhet konsoliduar aktivitetet dhe veprimtarin në funksion të pajtimit dhe të popullit bashkimit kombëtar. Dhe krejt në fund e lusim plusën e gjësisë që ata shpërblej me mirësitë e botës socinore. Lavdi, jetës dhe veprës Avdi Kelmendi, lavdi e ne.
Të respektuar të pranishëm, në vazhdim ftojmë profesor doktor Zymer Nezirin të na flasë për ribotimin e dytë të librit Abdik Elmendi, jeta dhe veprimtaria detare, përgatitur nga profesor Neziri dhe Ismail Gashi. Të nderuar të pranishëm, të nderuar familje e Abdik Elmendit, shok të Avdiut, familje të dëshmorëve, kam nderin të përshëndes në gjithëve, po jo vetëm në emrin tim, por në emër të ekipit përgatitor të librit për Abdik Elmendin, jeta dhe veprimtaria detare, botimi i dytë, që posa doli nga shtypi. Dhe pra profesor Ismail Gashi, profesor doktor Gjeman Rushiti, magjistër Mamet Rëmbova, profesor Sherif Manjusa dhe inxhinier Afrem Demiri. Brezit e veprimtarëve të lëvizjes kombëtare shqiptare, cilët u angazhuan për zgjidhjen e drejtë të çështjes kombëtare shqiptare të kohës së veprimtarëve të mëdhenj, Adem Demaçi, Metush Krasniqi, Jusuf Gërvalla, Isa Demaj e shumë të tjerë, të cilët në përpjekje të Bashkimit Kombëtar Shqiptar mbajtën gjallë deri në ditët tona kauzën kombëtare për të rezultuar me 3 ulmet e saj, demonstratat e 68-shit, të 81-shit dhe të UÇK-s, i takonte edhe veprimtari Abdik Elmendi. Me këto fjalë që i lexova, fillon edhe arsyetimi për dekorimin e Avdiut nga presidenti i Republikës. Libri për Avdiun hapet me një parathënie, si edhe rendi, e pas saj vijojnë punimet e profesor doktor Jusuf Osmanit për Rinasin dhe i profesor Idris Kelmendit për etnogjenezën e familjes Kelmendi, në Rinas natyrisht. Pjesa qendrore e librit është sajuar nga mbresat e kujtimet e shokëve të Avdiut, e në vijim janë fjalët mortore nga varrimi i madhështor, nga pamja vërtet dhe nga libri i mushlimeve. Në kaptinën vijuese janë renditur disa shkrimë të zgjedhura nga shokët e Avdiut, e ndërto edhe poezia Lulzim Tafës e Premtja e fundit e Abdik Elmendit. Një poezi shumë impresionuese. Libri pra mbyllet, në fund dhe para mbylljes së tij kemi një aktgjykim të Gjykatës së Qarkut të Prishtinës të datës 4 qershor 1980 për dënimet në burg të Shefqet Jasharit, Ramadan Planës, Abdik Elmendit, Abdyl Lavut, Skënder Jasharit, Isa Demajt, Sulejman Qyqallës dhe Hysen Gërvallës. Pason bibliografia shkrimet të botuara për Avdiun, një fotoalbum me fotografi të zgjedhura, treguesi emrave dhe pastanja. Të nderuar pranishëm, mes në vijim të programit të sotëm të Këshillit Organizues për ju, që këtë akademi përkujtimore nderuat me pranin tuaj, pason shfaqja e dokumentarit, prandaj në fjalën time përmbyllëse dua të them, ashtu siç thuhet në pastajën e këtij libri, se ne që punuam në përgatitjen e këtij libri, tash ndjehemi më lehtë, sepse kryem një pjesë të detyrimit që kishim ndaj lëvizjes kombëtare shqiptare dhe ndaj Avdiut, shokut, mikut e veprimtarit të njohur. Lavdi jetës dhe veprës së Avdiut. Lavdi të gjitha detarëve që vepruan dhe veprojnë sot për lirinë dhe bashkimin kombëtar. Në emër të familjes do të flasë Salbulem Kelmendi. Përshëndetje, është kënaqësi e madhe për mua sot që në emër të familjes Kelmendi po më jepet rasti t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj juve, shok, miq e bashkëveprimtar të Axhës Avdin, të cilët në këto 20 vitet e shkuarjes së tij keni qenë pranë nesh e me ne për të na madhështuar edhe më shumë kujtimin për të. Të kesh një familje në familjen e njëri të tillë si Axha Avdi, përveç që ishte një privilegj i madh, është edhe një përgjegjësi e madhe. Është privilegj sepse patëm një burr të madh të kombit, i cili për herë na mësonte se Adheu dhe kombi janë gjërat më të rëndësishme në jetë dhe se detyra ndaj tyre mbaron vetëm atëherë kur të mos jemi më.
Ndërsa është përgjithësi, sepse në trasimin e rrugës së tij, na është dashur dhe na duhet që gjithmonë të qëndrojmë me balli lart e me kurrizin drejt, dhe na obligon që rrugën e tij të nisur ta çojmë deri në fund. Në të kundërtën, kujtimi për të vetëm sa do të na rëndojë ndërgjegjen. Nderimi më i madh për këta dëtar është pikërisht realizimi i idealeve të tyre, liria e plot dhe bashkimi kombëtar. Si pastardhës të tyre e si shqiptar besnik, obligohemi të gjithë dhe secili prej nesh që të punojmë pa ndalur deri në lehtësimin e këtyre idealeve. Në të kundërtën, këta veprimtarë nuk kanë për të na falur kurrë. Edhe një herë, ju përshëndes dhe ju falenderoj që keni gjetur kohë dhe jeni sot këtu me ne, dhe ju ftoj që pas shikimit të filmit dokumentar të na bashkëngjiteni për një koktejl të rastit të përgatitur nga ne. Qofshi faqebarë gjithmonë. Arritur nga kolektivi i shkollës së mesme profesionale Adem Glavica në Lypjan, përfaqësues të fshatit Duk, antar të Këshillit të pajtimit të xhaxheve të komunës së Lypjanit dhe të tjera. Tani ju ftojmë të shikojmë së bashku filmin tematik dokumentar Abdi Kelmendi, një jetë për Atë-dheun. Të madhe për pavarësi të flasë e tërsinë e trojenik, nuk mundem të përmënda, sulëve shkojnë ishte nga veçare sot. Memoria kombëtare ka përcjell brez pas brezi kujtimin për malësorët e Kelmendit, të cilët ju kundërvun në shtrisë turke në disa betejë të përgjakshme. Pas këtyre betejave, ata u përndoqën nga regjimi dhe u satanizuan në të gjitha biset e perandorisë turke. Pjesëtarët e këtij bajraku të madh të malësisë shqiptar ishin prezent kudo në përviset tona etnike, deri në Sanxhakun e Mishit e të Prokuplës. Dhe pikrisht nga atje, në kohën e pushtimit të viseve tona veriore nga Aleanca Ruso-Serbe, në gjysmën e dytë të shekullit të 19, një vllazëri e kelmendasve u vendos në fshatin Ribar i Vogël. Duke qenë të ballafaquar me kushte të rënda ekzistenciale, ashtu sikurse të gjithë banorët e Kosovës, edhe kjo vllazëri krahas punës dhe mundit për të mbijetuar, nuk i kishte rështuar as veprimtarisë në dobi të kombit e të Atë-dheut. Në Lëvizjen Nacional-Demokratike Shqiptare, në vitet e para pas luftës së dytë botërore, do të shquhet primëresha Fetije Qazim Kelmendi. Ajo së bashku me bashortin e saj Ismail Dragusha nga Luftësi i Vjetër dhe me shumë luftëtar nacionalist shqiptar në gusht të vitit 1946, luftoi trimërisht kundër forcave ushtarake jugoslave në hoq të qytetit afër Prizrenit, me përpjekje për të depërtuar në Shqipëri. Për afër 2 vjet rresht, me bashortin Ismail Dragusha, ka jetuar në ilegalitet në disa fshatra të kompleksit pyjor të Plinajës. Në këtë familje, në 21 dhjetor të vitit 1951, u lind Abdi Kelmendi, i biri i Daud Recep Kelmendit nga Ribari i Vogël. Mesinet e para i mori në shkollën e fshatit, ndërsa 8 vjeçaren e mbaroi në Lipjan. Duke qenë se baba i Daud Kelmendi ishte përparimtar dhe arsimdashës, Abdiun e regjistroi në shkollën normale të Ferizaj. Gjatë kohës sa ishte nxënës i shkollës së mesme, brumoset me ideale çlirimtare. Lexon literaturë advetare dhe interesimin e tij e koncentron në drejtim të çlirimit dhe të bashkimit kombëtar. Ka qenë edhe pjesëmarrës në demonstratat studentore të vitit 1968. Për Abdi Kelmendi fillimisht dua të them se i takon brezit e vitit 68, një prej brezave më të rëndësishëm të lëvizjes kombëtare shqiptare pas luftës së dytë botërore, është brez të cilit i takoi radha, pa dhe fati, pa dhe detyrimi, që demonstratat e para në Kosovë pas luftës së dytë botërore të bëjnë ky brez të shpreh pakënaqësi me sistemin jugosllav, që ishte një sistem ku shqiptarët trajtoheshin si qytetar të rendit e dytë, madje, domethënë robëria ishte shumë e ashpër, prandaj këto demonstrata ishin fillimeve të daljes në rrugë të kërkesave që pastaj u shndruan me brutalitet dhe me ndërhyrje të përgjakshme nga vetë autoritetet jugoslave, dhe ishte një pikë fillimi e demonstratave të vitit 81. Dhe ne vim si ishte deri te lufta e fundit. Abdiu
në këtë brez dha kontributin e vetë të veçantë në moshë shumë të re, pra në 68-shin, pranë Flamurin ishte i gatshëm të bëj edhe një sakrificë, pra nëse Flamuri është i rrezikuar prej atyre që rrezikojnë në shenjën kombëtare shqiptare. Mja thënë të cikum vitin 1968, ku e në botë demonstratë kemi qenë zbashku në Ferizaj, dhe pas jemi këthy në shtëpinë e patëvun në dritarët, ku baneshën për gjashtë zanë të shkollës mesme normale Zënën Hajdimin atë kohë në Ferizaj, Flamurin në dritarë, pasi u këthy me rrëthëgu në lagjën përgjështësisë e lagjën e sërbe, ku kërkon që një në gjdo forë që ti që Flamurin. Më kujtoj të avdhime morë sopotën, hypin drejtare edhe ne gjithë e morëm nga një drumë, tha panë vra mu nuk ka mundësi të hjeket Flamurin. Mori pjesë demonstratët e vitit 1968 të organizuara me shokë në Ferizaj e më vonë bë anëtari i shoqatës kultur-artistike Kastriotët në Ferizaj. Në vitet e 70-ta të shekullit të kaluar, Avdiu u bë kontakt me përfaqësues të grupeve që vepronin ilegalisht në drejtim të zgjimit dhe kalitjes së vetëdijes integriste kombëtare. Aktivitetin e tij kombëtar e zgjeroi në kohën e studimeve në Universitetin e Prishtinës. Aso kohë studionte në degën e kimisë. Kishte pasion leximin e sidomos historinë dhe publicistikën me përmbajtje kombëtare. Në shkollën normale të Ferizaj, në vitin 1967 jam njohur me Avdi Kelmendën, një qonë shumë entuziast dhe energjik, i cili më vënë do të bëhet emër për punën atëtare të shti, për sakrificën dhe për përkushtimin dhe çështjes kombëtare dhe bashkimit të kombit dhe të dheut. Aje shumë shpejt u njoftua me ato qarqe patriotike të cilat e vepronin aso kohë në Prishtinë, por edhe në qytet tjera të Kosovës. Avdiu veprimtarinë e tij patriotike e filloi shumë herët, në moshë të re. Është karakteristike që Avdiu nuk este në veprimtarinë e tij, por ai vraponte. Qysh në shkollë të mesme, gjithashtu edhe në studime, edhe gjatë punës si profesor, por edhe në punën që e bërë si drejtari Mineksit në Frizaj, ai kretë këto lëvizje që i pa gjatë kësaj periudhe i shfrytëzoi për të bërë njohuri të reja, për të që njerëzit të kështë në veprimtarinë kombëtare, që ta krijonte një lëvizje sa më të fuqishme, do të thonë të zgjeruar. Në gjysmën e dytë të viteve të 70-ta, Avdiu punon në qendrën e mesme shkollore të Lypjanit. Aso kohë e zëroi veprimtarinë e tij atletare duke kontribuar në drejtim të zgjimit të vetëdijes për t'u kundërvënë politikës pushtuese. Kam pas fatin që me Avdi Kelmendin të njihem, të bashkëpunoj, edhe të bashkëveproj gjatë viteve 1977, 78 edhe 79. Avdiu ka qenë një intelektual dhe veprimtar i cili ka gëzu një respekt të gjithë kolegëve, por mu përveç si kolegë të punës që kemi punu së bashku në qendrën e arsimit mesëm i Lirjan, më ka lidhë më tepër edhe veprimtaria, bashkëveprimi atëtar me te. Ndikimi i tij, autoriteti i tij, veprimi i tij, për mu, mendoj, edhe sot, nga kjo pikpamje ka dhënë një vull të atëtarisë për komunën e Lypjanit. Mendoj se në shkollën e mesme të Lypjanit që punonim atëherë, ku ishte Isa Demaj, ku ishte Ismail Gashi, ku ishte Avdi Kelmendi, e tjerë, ishin ajo bërthama e organizimit atëzëtar dhe mendoj që ato vite nështë vitet më të arta të organizimit të angazhimit atëzëtar në gjithësinë në Lypjanit. Veprimtaria e tij është shumë e madhe, bëjshme
në komunin Pjarit, po në përgjithësi edhe Kosovë, edhe Maqan, ai njeri ka qenë i veçantë dhe i dalluar me një sjellje jashtëzakonisht të fortë, të fuqishme kombëtare. Me Avdi Kelmendin jam takuar e jemi njoftuar praktikisht në shtator të vitit 1974. Atëherë kur unë më ktheva pas 5 vitesh që qëndrova në Gjilan, më ktheva në shkollën e mesme teknike profesori gjuhës shqipe. Bashkë me Avdiu, njoftuam edhe me Isa Demën, me Qemajl Aliun, Beqir Lecin, Banush Bytyqin ma vonë, Ilas Zeqirin, e një grup djemsh të ri që ishin disponuar të vepronin në aspektin adetarisë. Avdiu edhe Isa ishin ata organizatorët e takimeve, sepse që ma herët i kishin përgatit një strategji, një plan, punën në këtë drejtim ilegal, që duhet të merren në kontakt edhe nxënësit edhe kolegët mësimdhanë bile dhe rinia studentore. Sepse Lipjoni edhe qëndronte me një nivel të raportit faktorit sërb ma influencë, ma të fuqishëm se sa faktori shqiptar mbrana shtërësimeve politike të atëshme. 88-ën, ku është 100 vjetor i lidhjes prizrenit, e di që kemi fotokopiu shumë gjërë në ato matriksat që i thëshin atëherë në Mineksa, dhe kemi shpërndar bashkë për lidhë shqiptarët prizrenit me një shok tjetër, me Ahmet Qeqi, Abia Burgosit, edhe me njëherë normalisht që fraksionat ka qënë të jashtëzakonshme edhe në fabrik kanë intervjuar sigurimi i shtetit, të në shohë gjithë tina pastaj në përmirësinë informative dhe sigurime. Veprimtaria adetare e Avdi Kelmendit dhe bashkëndimtarëve të tij ishte gjërmuar nga besnikët e regjimit. Në nëntor të vitit 1979, ai së bashku me disa veprimtarë të tjerë arrestohet nga policia politike jugoslave.